Një informacion konfidencial i ardhur nga brenda strukturës financiare të shërbimit informativ të shtetit ka zbuluar se Andi Haxhiu, djali i Baton Haxhiut, një emër i përfolur për lidhje të forta me shërbimet sekrete serbe, është paguar rregullisht me 6.000 euro në muaj nga fondi sekret i Shishit. Burimet raportojnë se Andi Haxhiu është pjesë e një liste të posaçme që financohet nga shteti për spionë dhe ekspert potencial, listë e cila miratohet direkt nga drejtuesi i Shishit dhe kryeministri Edi Rama. Ky rast është veçanërisht shqetësues, pasi drejtuesi aktuale e Shishit, Vlora Ramush Hyseni, ish shefe e shërbimit sekret të Kosovës, është larguar nga detyra pas akuzave serioze për survejime të paligjshme të kundërshtarëve politik dhe kontakte të dyshimta me shërbime sekrete të vendeve jo mike të NATO-s dhe interesave kombëtare shqiptare. Ndërkohë Andi Haxhiu paguhet zyrtarisht nga Shishi me arsyetimin se është koordinatori i informacioneve sekrete të sigurisë, të cilat mblidhen nga selitë diplomatike të Shqipërisë dhe agjentët e Shishit jashtë vendit. Ai ka akses direkt në informacione tepër sensitive, përfshirë ato të NATO-s dhe agjencive të tjera perëndimore. Në rastin më të mirë, nëse kjo pagesë është vetëm një favor financiar, ajo përbën një shkelje të rëndë korruptive me keq përdorim fondesh publike. Në rastin më të rëndë, emërimi dhe pagesa e tij për detyra të tilla përbëjnë një rrezik serioz për sigurinë kombëtare, pasi Andi Haxhiu është djali i një figure me lidhje të forta me UDB-n dhe bian serbe Baton Haxhiu. Baton Haxhiu është i njohur si këshilltar i ngushtë i Edi Ramës prej mbi një dekadë, si dhe ish bashkëpunëtor në kabinetin e Hashim Thachit në Kosovë. Ndërkohë Andi Haxhiu është akuzuar publikisht se në vitin 2017 kishte një post këshilltari pranë ministrit rus të mbrojtjes, Sergej Shoigu, i cili aktualisht mban postin e shefit të Këshillit të Sigurimit të Rusisë. SPAK dhe institucionet përkatëse të sigurisë duhet të nisin menjëherë hetimet për këtë skandal, duke kërkuar përgjegjësi të qarta dhe transparente për veprimet e Shishit dhe drejtueses Vlora Hyseni, në mënyrë që të shmanget cënimi i rënd i sigurisë kombëtare dhe partneritetit të Shqipërisë me NATO dhe aleatët e saj perëndimor.